Në dehen e lashtë në ndihmën e muzikës u qel zyrtarisht e zonit turistik veror nga Bashkia Vaudes, obori kishës së Shënmërisë u kthye në epicentër të gjallërisë kulturore dhe festive me organizimin e Panajirit të Verës. Ky nuk është thjesht një sezon turistik, por është një ftesë për të rizbuluar thesaret e kësaj zone. Liçenet, malet, traditat, kuzhinën, mikpritjen e rrallë dhe mbi të gjitha dashamirësinë e banorëve tanë. Nga ujërat mëngjepse të Komanit e deri te fshatrat e vjetër në histori, Vaudes ka gjithçka për të kthyer në një destinacion unik për çdo vizitor. Dasma e Gjergj Kastriotit me Donikën është më shumë se një shfaqje, është një rikthim në rrënjët tona heroike dhe një përfaqësim i krenarisë tonë kombëtare. Turizmi për ne nuk është vetëm kulturë dhe ekonomi, por edhe identitet. Është mënyra jonë për të treguar si një bashki mund të rritet pa humbur traditën, se si bukuria natyrore mund të shkojë krah për krah zhvillimin e qëndrueshëm dhe me ruajtjen e trashëgimisë tonë. Është kënaqësi për mua të jem mes jush për të përshëndetur në këtë mbrëmje festive, kaq domethënëse në Panajirin e Verës, që është shumë më tepër se sa një aktivitet festiv. Është një pasqyrë e kënaqërisë që kemi për vendin tonë, për gjithçka përfaqësojmë si komunitet i bashkuar në histori dhe në art. Sot këtu ekspozojmë jo vetëm prodhimet vendese, artin e kuzhinës tradicionale, por edhe talentin, kreativitetin, dashurinë dhe trashëgiminë tonë të pasur. E gjithë kjo merr jetë në një atmosferë që i flet çdo gjenerate dhe që i fton të gjithë të bashkëndajmë, të festojmë dhe të shijojmë së bashku. Panajiri sot një ekspozim të gjerë të produkteve vendase, kulinarisë tradicionale, krijimtarisë artizanale, si dhe trashëgimisë kulturore turistike të zonës. Ajo që bëri më të veçantë këtë mbrëmje ishte programi artistik i pasur, kulmuar me shfaqjen e dasma Gjergj Kastriotit me Donika Aranitin, një inskenim simbolik i një momenti historik të rëndësishëm për identitetin kombëtar.